Ministria Punëve të Brendshme të Kosovës ka shpallur person të padëshirueshëm në territorin e Republikës së Kosovës, shtetasin serb Vladimir Lučić. Sipas vendimit të nënshkruar nga Ministri i Punëve të Brendshëm, Lučićit i është ndaluar hyrja në territorin e Kosovës me efekt nga data e nënshkrimit të vendimit. Në arsyetimin e vendimit thuhet se Lučić përmes deklaratave publike ka shprehur qëndrime të cilat sipas MPB-s cënojnë sovranitetin, integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Sipas ministrisë, ai ka promovuar dhe mbështetur publikisht veprime dhe politika që sfidojnë institucionet e Kosovës. Në vendim përmendet në mënyrë të veçantë sektori telekomunikacionit dhe infrastruktura telekomunikuese. E ky vendim, sipas ekspertit të sigurisë Bedri Elezi, është një hap pozitiv për të ruajtur sovranitetin e Republikës së Kosovës nga kërcënimet e ndryshme të Serbisë. Shpallja në ngrata e personit të shefit të postës së Serbisë, Vladimir Lučić, nga institucionet e Republikës së Kosovës është një veprim i nevojshëm, është një kërkesë që do të vinte nga çdo qytetar i Republikës së Kosovës për të gjithë personat të cilët veprojnë në këtë mënyrë duke adresuar, mund të themi, çështje të ndryshme, përfshi edhe cenimin e sovranitetit përmes metodave siç janë edhe aktivitetet e kundërlidhshme të strukturave jo të Republikës së Kosovës apo të organizatave. Vendimi është nxjerrë në bazë të ligjit për të huajtur dhe ka hyrë në fuqi në ditën e nënshkrimit. Lučić në një intervistë të mëhershme kishte deklaruar se gjatë vitit të ardhshëm do të modernizohej telefonia fikse dhe do të ndërtoheshin objekte të reja të MTS-s në Kosovë, duke ju referuar territorit të Kosovës me terminologjinë Kosovë e Metohi.